Presidenti i Federatës së Futbollit, Armand Duka, zhvilloi një vizitë në Lezhë ku u prit në një takim nga kryetari i bashkisë Pjer Indreu, e ku morën pjesë edhe kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Lezhë, Kristian Gjidodaj, presidenti i Beslidhjes Pjerim Fusha, si dhe specialist të futbollit lezhian. Gjatë takimit që u zhvillua në ambientet e shoqatës rajonale të futbollit nën moton "Së bashku për zhvillimin e futbollit lezhian", u diskutua mbi zhvillimin e futbollit në rajonin e Lezhës, mbështetjen për talentet e reja, si dhe projektet infrastrukturore që synojnë përmirësimin e kushteve për ekipet dhe akademitë sportive. Ne jemi këtu për ta bashkuar dhe për të pas një zhvillim të qëndrueshëm për futbollin Lezhë. Sigurojmë të mbështesim ekipin e parë, sepse ekipi i parë është ai fanari që na udhëheq edhe për më shumë fëmijë. Në fokus të diskutimeve ishte edhe infrastruktura sportive dhe projektet e ardhshme për qytetin e Lezhës. Jemi të angazhuar me futbollin tashmë, me ekipin kryesor, me Beslidhjen për ta ringjallë dhe për ta quajtur patjetër në Super League. Dhe shpresojmë mendimin edhe të kryetarit të bashkisë. Mendojmë që ta çojmë përpara, ne synojmë Super League. Presidenti Duka dhe kryetari i bashkisë Lezhë shprehën gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të futbollit në rajon dhe krijimit të më shumë mundësive për të rinjt lezhian.